Se edhe ky nalësim i figurës shkrimtare, sikur shkrimtari është njeri si të tjerët. Thjesht, ajo që bën diferencën është fakti se ai mund ta shprehë atë që një përmend. Nëse një tur njerëzish shkojnë e shohin një peizazh alpin, ose një peizazh tjetër që është i mushme me emocion dhe frymëzim. Tonë ta njerëz, përfshi dhe shkrimtarin mes tyne, një po një lloj. Pra intensiteti i ndjesive nuk ndryshon. Absolutisht është e njëjta gjë. Ndryshimi është se vetëm shkrimtari mundet me e përkthy këtë ndjesi, këtë vrundull të madh emocional, mundet me e përkthy në fjalë. Kaq. Kurse njeriu të zakonshëm i ka letërsia mrena. E ka dhe ai letërsinë, e ka narrativen, por nuk ka mjetet. Dhe Zoti s'ia ka dhënë këtë drejtë. Kur na bombardohen prej emocionesh dhe nuk jena në gjendje mi nxjerr për jashta, atëherë kjo është vdekja jonë, kjo është fundi jonë.